Rreshtet e shumta të ditëve të fundit konsiderohen si sulmi i dytë mbi prodhimin e mandarinave të Konispolit. Në krah të fermerëve është gjendur në mënyrë të përsëritur deputeti Ardit Bido, i cili është solidarizuar me shqetësimin e tyre për mbylljen e tregut nga sulme që ai ka vlerësuar abuzive dhe duke mos marrë parasysh pastërtinë e prodhimit. Mandarinat janë dëmtuar edhe nga rreshtet të shumta, të cilat kanë përmbytur fushat e Bashkisë së Konispolit, duhet ndërhyrje e menjëhershme. Situata e përmbytjes edhe të fushave të Konispolit, shprehet Bido, e bën edhe më urgjente mbështetjen e fermerëve të mandarinës dhe mbrojtjen e tyre nga sulmet e grosistëve dhe nga moti. Të gjitha analizat deri më sot tregojnë se mandarinat janë ashtu siç duhet për tregun shqiptar dhe për tregun e huaj, dhe në kaq ka nevojë që sot të ndërhyjë Ministria e Bujqësisë në mënyrë që këto mandarina të shiten në çmimin që u takon fermerëve të zonës, të cilët kanë një vit që prodhimin e tyre presin ta shesin sot pa ndërhyrje të padrejtë nga grosistët e mëdhenj jashtë kësaj zone, të cilët duan të ulin artificialisht. Të paktën 1/3 e tokave të Konispolit janë përmbytur, në to përfshihen edhe të mbjella me mandarina, thotë Ergez Dule, kryetari i Bashkisë së Konispolit. Ai paralajmëron se do të ishte fatale nëse në këto kushte prodhimi i mandarinës do të mbetej në fushë dhe nuk do t'i jepet tregut një prodhim që përmbush gjithë parametrat e cilësisë, provuar edhe me analizat përkatëse. Produkti i mandarinës është një produkt që me gjithë këto shira, me gjithë këto rrëmbime dhe përmbytje, nëse nuk shitet brenda këtyre 10 ditëve, atëherë pasojat do të jenë fatale për fermerët, sepse gjithë ky produkt kalbër. Në lidhje me pesticidin, fermerët e kanë bërë atë që duhet bërë, janë pajisur me analizat përkatëse nga laboratorët akredituar nga shteti shqiptar, asnjë nga analizat e kryera nuk rezultojnë me mbetje, kështu që konsumatori shqiptar apo dhe i huaj duhet ta konsumojë pa frikë, sepse është një produkt i prodhuar me djellës dhe me mund nga fermerët e kësaj zone, e vetëm nga gjë që dinë të bëjnë është të prodhojnë me cilësi. Gati 1000 fermerët e agrumeve në Bashkinë e Konispolit, ashtu siç kanë investuar gjatë gjithë vitit për të patur prodhim të mbar, japin edhe të gjitha siguritë se ky prodhim është i pastër nga mbetjet kimike dhe i shëndetshëm për t'u konsumuar.